erdhën të ndrojtur. Të pamësuar me kamerat dhe të panjohur. Kam dhe ditëlindjen sot, kështu që inshallah shkojmë. Ne për vetëm një vit shpërthyem kudo. Dila e Andale ka një magji. Nëse të hap dyert e saj, të hap dyert për të ndryshuar tërësisht jetën tënde. Sot mund të jetë bati yt, që ardhur deri këtu, por a do arrish të përfaqësosh këtë vilësin e Kjo është vila më e famshme në Shqipëri, adresën e të cilës e kanë gjetur 78 persona, të cilët janë zgjedhur nga rreth 400 aplikantë, të cilët kanë aplikuar në audicionet e hapura në të gjithë platformat e Andale. A jeni gati për audicionet? Konkurrentët për audicionet e Andale i pret fillimisht juria profesionale, që përbëhet nga drejtoresha e programacionit Bora Xhani. Andale do energji dhe ç'është më e rëndësishmja do origjinalitet. Dhe nga kostumografi i Andale, Alti Lala. Çmenduria duhet mbahet mend, se nëse kalon vetëm për një moment atëherë nuk vlen. Por sfida e vërtet nis me ata, starsat e Andale. I kemi quajtur rrethi i djallit. Me kërrin dorë nga erdhe. Shumë faleminderit. Ka kisha. Faleminderit. Rrite X-i. Okej. Robson, faleminderit. Ke marrë rrugën nga Gjilani për të ardhur vetëm për këtu. Komplimente njerëz që kanë frip. Është një për sot. Hey yo, what's up, man? Me X-i. Si emocional. Dukem pak kështu tipi qetë, po e më pak shumë gazmor deri në momentin sa të çlirohem. Ky është outfit of the day në random location, besoj, po. Këmish kam vesh unë, këmish ke vesh dhe ti. Po mille këmisha, si që kam me. Se ta me këmishën, ti s'keqa me tregun kam. Ku doni të futeni? Po në gjitha. Në gjitha? Sa doni tyni? Gjithë. Ku ka vend, do me thënë? Ku ka vend të Ku ka vend? Kostiani besoj ka më shumë vend. Absolutisht. Ditë 83 nga më i miri të me ke. Nga pamja. Nga pamja, nga trupi, nga kushti potencë. Shumë e shkallë vërtetën. Ka vlerë, Gjoxha do të mbylli Aldi. Tani, për t'i pa, mund me pisa ti gosta. I sekundë se po marrim vesh informacione që s'e di. Përdor lupën, merr lupën. Besart, emri jo ka është i kundra e bespremit. Je një besprem ti dhe ka vun emrin Besart që demek ti mashtrosh njerëz dhe t'ju ngulesh thumbin, siç po ti. Po shumë e vërtetë. I kisha zgjat pra po. Live nga stadiumi kemi shumë kafshë flori, kemi lloj kafshësh, kemi një mace, një qen, një kal, dhe Jason. Qa ke gjunë e gjë për ne kështu që mendon që është e vërtetë se ja do me konfirmu? Fatosi që ka dalë me Mia Khalifa në një klub. Jo! E ka me prova. Mia Khalifa ne. Fatosi me Mia Khalifa. Ekskluzive. Jo, ka dhe fotar. Është e vërtet. E vërteta është që Fatosi ka qenë të xhiru për shpellën e plumbasit. Nuk gjeti shpellë dhe shkoi te Mia Khalifa për shpellë shodaja. Kush janë të persona që s'pëlqejnë fare këtu? Që nuk më tërheq fare si karakter është Artemisa. Një. Nëse të urren, dije se ke fituar. Jason. Se! Nuk e di valla. Edhe më pak më pëlqen Ema. Çka ke pse largo? Nga çunat Kostian. E pas me u të fund duket. Njerëzit se më urren do t'i baj shok. Me jep një vibe shumë pak fake.
po duhet të jetë pak më e keqe. Është shumë e mirë për të qenë aty. Një sekond, kemi e më këtu mund kemi një përballje. Një përballje jashtë. Unë duke kërkuar njerëz më të mirë se. Kush mendon që eci më bukur Visiana? Kush mendon që e bëri më mirë Ema? Servila! Unë do të I gjati është shërbëtori të shkurt. Kur të vish, do të vish shërbëtare. I gjati është shërbëtori të shkurt. Do më thënë që unë që të kam nevojë të ndroj një lamp, ti do vish do ma ndrosh lamp. Jam star, nuk punoj shërbëtor. Ti je star, duhet të dish të flasësh një herë. Starat ka shumë klikime. Ti duk shumë që pas të ardhur për të më rritur. Ka më shumë klikime se ti thot. Sa vjeç je ti? 25. Okej. Kur linde, kishe një qëllim saktuar apo thjesht dole spontanisht? Wallahi kur kom lindë kom pas një qëllim me myt binakun se më kom binak. Unë mendoj që jeni 3 vajza shumë të forta që shprehni mendimin tuaj për tema që na ndodhen në përditshmëri. Tema si për shembull tradhtova burrin 6 vite me dashnorin dhe djali i tij i ngjan dashnorit, do duket temë e bukur komplekse. Në këtë sens do thënë komisionit, çka nëse po në qoftë se është. Dhe pse? Dhe e çore. Varë që emaili mund të kesh që ta delegojmë si informacion. Besoj Por ty po? Ti di vetë? tash me çam gjova atje. Kur ishte aty, duhet vinte këtu, jo ti këta ndër. Çfarë ke qejf më shumë? Edhe një nuk e dëgjova. Se i ke qejf ka shumë. Bravo. Ma do t'ishe ti gatshëm nëse shpallim luftë tani të dalësh dhe të luftosh? Luftra për burra është. Te cili emision e gjej veten tek Skandale Familje? Përshëndetje, mirë se erdhët në Skandale. Me që ka tamam fans, pra që ka tamam fans. Ne kemi dalë mes Tiranës. Jo, si budallin, kaq. Kemi dalë nga Kuriqa. Kemi dalë nga Kuriqa për shembull. Me gjithë ulliri, po. Do dilni? Që tani? Do dilni? Unë do dilja për vete. Nëse mund të pyes çfarë pune ke nisur? Aktualisht jam ekspert e shitjesh. Ma shit kësë lapsi. Duhet bësh 10 pompa, 5 kësimet e muri, pas e mrava kemi jetesë në të sport akoma. Po fillo me pompa, nuk ka problem. Pompa dje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A do ta ketë fatin Cristiano Ronaldo? Jo, po kështu pa tek kështu Igor Ronaldo doli ose dubi, pak më rritë, më emocion. Menoj Ronaldo në Bilanxhi. Ke Ronaldo para, ke Gjorgjina. Hajde Endrit. A është më vlefshme se Gjorgjina për ty? Jo, vëlle Gjorgjina më ofron 2 topa më të mëdha nga Çikajo e lartë. 7, 13, 15. Po mos e sa Lori, jo. Ulës për. Bravo i bëre, bravo qof. Çfarë punon të duhet nisur laps? Çfarë punoj? Jam punoj të andale gjithë ditën. Okej. Besoj se të duhet. Po duhet po se shkruaj. Okej, ushtit. Besoj se të duhet. Bravo. Qami nga 5 maj, për momentin jam shumë ajt. Se shnia ka se di këtë pjesën bla bla bla, po improvizoj. O zemër ti, tipin ta di. Lole, lole, lole. Lolel. Nuk janë më puthjet e ti. Okej. Nuk janë më puthjet e sa. Veti një fix, për të goti e fix pa. Për të kecat beba 2 mund. Keca beba. Të lutem jo, është audicion tjetër ai. Ja, di si dukesh, po ta them për të duk si ato 15 vjeçar shumë të lumtur, keni një. Pse mos jesh i lumtur këtu valla, tallesh ti. Përshëndetje të dashur të shkuar mirë në kompeticionin dhe garë më të madhe në të futbollit në botërorin 2026. Me shumë kënaqësi do ftoj një Ftoj një lojtar, jo vetëm një lojtar të thjeshtë, por një legjend të këtij sporti dhe një legjend të botërorit, Cristiano Ronaldo. Hajde. Gabove me emrin. Gabove. Legjenda botërore Ronaldo. Atë. Sa botë. Me kamerësh që punon? Jam content creator. Tani kam nisur në një agjenci marketingu. Sa vjen punon?
Nuk thuan të gjëra. Jo. Në andele kemi çdo gjë tro. Çdo gjë. Tu sa ke rrogën e kaq. 6. Tu do e kesh më pak. Ose fare. Mendoj edhe një herë. Fuck Mary Kill, Shkurrja, Gjithja Fikut dhe Enveri Roja. Artemisa, Gjesi dhe Enveri Roja. Killer Roja. Se Roja. Qa kjo? Ato më në deri. O qëndroj. A do Po që mos me ngujt i vrave një person, edhe Roje. Pse sa është Roje do ta... Sa është Roje do ta ulim sa Roje. Okej, Kiss Roja. Okej, bravo. Do të bëjmë fuck Mary Kill me Mesin. Gja pak Messi. Si e ka emra elitari Partizanit. Jo, Messi Ronaldo dhe unë. Të shi do bosha Kill Ronaldon. Dole pa gjo. Një botit e vakë. Meri do bëja Florin. La mina drama. Orive. Me një kush do t'jem unë burri. Me skaj një do ta flasim. Do të më martu t'jem në Do ta flasim. Edhe fuck Mesit. Okej. Për një të shpejt. Po. Fuck Mary Kill, Olen Qezari, Enveri Roja, edhe Bruno që ishte te dera. Ole Cesari, violina vetë edhe Dora Majt. Fuck Mary Kill. Dora Majt Fuck Mary Kill. S'është në Kill kë. Kërën dhe njerë në dashuri? Nuk dashurohet me barkun bosh, me lekët bosh. Ti ja dashurova, unë pa lekë. A je materialiste? Jo, nuk e di tash varet se çfarë konsideron materialiste, se kjo i ka dalë nami shumë për keq. Domethënë këtij llafit, me thënë drejtën. Burrat i bëjnë gratë materialiste. Prandaj bëjnë gratë kështu siç mëndre. Po pse, për çfarë do martohem unë? Për shpirt e babës? Qa keti një mendime që po flasim pa manual? Një mendim që është shumë i fortë, që është shumë kompleks pa manual. Do jepja komentin që të jenë më mashkullor në ditët e sotme. Po ju njeni? Janë kryesore! Jo, e njohë sa këtu, po më pëlqen energjia e... Është absolutisht, kemi shiftin e parë. Kur pi çaj matçaj, ke problem shumë ose? Jo, s'është problem. Nuk e ke problem. Nuk ke për pa manuali. Mjafton që të ma blej dhe mua. Qiftin misterios të Viles, din ta gjesh me intuitën tani me një hatin? Misterios, që nuk njihet, fatosi, do thoja me... Mos e vazhdo fare. Më mirë lere që tani. Me mbase... Shkojnë shumë Se janë shumë raket si tipa. Manifestu gjithë të kohë. Kush vjen në andale dhe është i lidhur ndahet dhe kush është single lidhet. Kishe emocione kur isha aty, po kur ke 3 çuna zgana këtu para të rritën emocione. Dori, Aldi, Më buka goca. Goca tinja. Sot do të zhvillojmë një mini program që do ta quajmë Shkrirje. Të shkriheni me njëri tjetrin. Para 2 vitesh ishin hap audicionet e para që ishin te Piramida. Nuk era do se s'mlej dashuri. Edhe këtë vit, nuk është se po mlinte njëri, po kësaj herë thash unë do bëj me kokën time. Po qeshin! Hajde po shkruajsi, e plasi bombën te Vila Andales ky. Çunat me qerape me biri, ke problem? Jo, mos qesh, po qesh. Po çunat me birë. Cili është pika plani më i mirë që ke përdorur ti në jetën tënde kundrejt një goca dhe direkt ka thënë ja me jotja, na thënë jetu. Romanticiteti. Një romanticiteti, po çai ke thënë? Me përkime, me puthje, me shikime, me qa. Qa është një fjallë, një për një fjallë. Për vete gocat. Për shembull, më kujtohet një rast, kishin për blerë lëstyre, do të blerë lëstyre, thash, po lëstyra nuk e hanë lëstryt, vajnë. Ishe shumë cute, pëlqeu. U afruan pak kështu si me qeshme, u afrova si... Avash, thash, po hyn njerë muhabet, thash ta tentoj mirë dal ku dali. E bukur, e mirë, pse jo, i rrugë 2 punë. Dhe në vut në andale dhe me gjetë nuse. Pse jo, ku i dihet fati jetës? Asjerë nuk i dihet. S'pëlqe shumë lidhja internetit, kupton që më shumë që kena lidhja që me folën për rrjetet sociale, s'm duken shumë interesante si gjo. Më mirë live me taku. Edhe Emisioni quaj Shkrirje. Të shkriheshit me njëri tjetrin, bë çdo gjë përveç se të shkriheshit.
Nikola është shumë pozitiv, po ta them jashtë kamerave. Dorë, një vetëm që të davan dorën. Ç'kemi si, jam që të davan dorën edhe. Ua, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Respekt me indjekë dhe sportin. Po i Gjilani kanë qenë Mitrovic. Një sekondë. Je vetëm që të. Ua, na më nëse Je vetëm si që është dorë. Faleminderit. Ke super qëndrim. Ciao. Gjithave të Eldoni. E di, au ke dhënë qitë valë. Ciao. Këto ishin disa nga aplikantët të cilët janë përzgjedhur për audicionin më sfidant ndonjëherë në Shqipëri natët e Andales. Cilët do të jenë të tjerët dhe si do të përballen ato me jurinë tonë, atë profesionale dhe jurinë rrethin e djallit. Shihemi në episodin tjetër. E jotja nuk ka qenë impres se të kam parë, të kam djegur edhe impres nuk ka qenë. Të kemi parë. Aldi është i vetmi që nuk është njësoj si është në Andale. Kristall është shumë mendje madhe. Aldi është thjesht një ignorant malok, po është malok prandaj është këtu. Vëmendja merret, nuk kërkoj. Dhe ai e mori. Qa skusash? Shumë skusash, pa. Për seksin je e gatshme të flasësh? Unë kam për puna të gjë, unë kam pasion. Si është jeta e natës për tosë, për shkruaj pak. Team show bitch, mos ma njes. Yo. Ándale.